Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Prezenca e temperaturave të larta ka ndikuar në rritjen e rasteve të gastroenteriteve dhe enterovirozave në Gjirokastër. Burime pranë urgjencës së Spitalit Rajonal Omer Nishani bëjnë të ditur se këto ditë është të shtuar numri pacientëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore, ku mes tyre kanë trajtuar edhe turistë. 30 studentë të Universitetit Amsterdamit kanë studiuar historinë, kulturën dhe trashëgiminë e Shqipërisë për disa ditë, një pjesë të saj që kishin lexuar dhe diskutuar në auditore pa nga afër në Gjirokastër. Studentët të cilët ndjekin studime në histori, arkeologji dhe studime europiane ishin në qytet në kuadër një vizite studimore të shoqëruar nga pedagogët e tyre. Në Lunxhëri ka nisur sezoni korjeve të dritrave dhe jonxhës, ku fermerët janë të angazhuar intensivisht në punimet në ara. Sipas fermerëve, prodhimi i këtij viti paraqitet i mirë si në sasi ashtu edhe në cilësi, fal punës së bërë gjatë gjithë sezonit bujqësor dhe kushteve të favorshme natyrore. Ata shprehen të kënaqur edhe me çmimet në treg dhe me mundësitë e sigurta të shitjes së prodhimit. Interesi i fermerëve të Tepelenës për skemat kombëtare mbështetëse vijon të jetë i lartë, me kërkesat më të shumta të përqendruara në sektorin e blegtorisë. Deri tani pranë zyrës së bujqësisë janë regjistruar mbi 50 aplikime, ndërsa procesi mbetet i hapur deri në 25 qershor. Specialistët u bëjnë thirrje fermerëve që të përfitojnë nga kjo mundësi për të mbështetur zhvillimin e fermave dhe rritjen e prodhimit bujqësor e blegtoral. Ju njohim tani më gjerësisht. Prezenca e temperaturave të larta ka ndikuar në rritjen e rasteve të gastroenteriteve dhe enterovirozave në Gjirokastër. Burime pranë urgjencës së Spitalit Rajonal Omer Nishani bëjnë të ditur se këto ditë është shtuar numri pacientëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore, ku mes tyre kanë trajtuar edhe turistë. Me ndryshimin e sezonit dhe të klimës, ka ndryshuar edhe sëmundshmëria në Gjirokastër. Këtë periudhë në urgjencën e Spitalit Rajonal Omer Nishani kryesojnë rastet me enteroviroza dhe gastroenterite, thot mjeku Bledar Çela, të cilëve u shndën mjekimin e nevojshëm për përmirësimin e gjendjes shëndetësore. Në ditë e fundit kemi pasur shumë persona në urgjencë, domethënë një fluks në ditë me enteroviroza, me gastroenterite, me të vjella, diare, me helmime ushqimore që janë paraqitur në urgjencë, të cilëve u shndën mjekimi i nevojshëm. Dhe mjekimi është sipas rastit, domethënë për sëmundje më të lehta kanë marrë një recetë dhe kanë ikur në shtëpi. Në momentet që kompromentohen treguesi, domethënë tensioni, temperatura të larta, ka dehidrim, në këto momente domethënë një pjesë e tyre kanë marrë dhe një mjekim në urgjencë, por mund të them që jo çdo herë është i nevojshëm mjekimi në urgjencë me serume ose me mjekime të tjera venoze, pasi dhe ato në vetvete paraqesin një risk. Mirë është kur pacienti ka hipotension, kur dehidrim të shprehur të tregohet në lëkurë, kur temperaturat janë të larta dhe nuk u lëndot me ilaçet që mund të marrë në farmaci. Në këto raste mund të bëhet mjekim venoz. Në rastet e tjera, domethënë, pacienti mund të marrë një mjekim në shtëpi dhe nuk është e thënë domethënë që temperatura ulet me njëherë, temperatura mbahet nën kontroll, pasi dhe vetë temperatura është i treguesi për përgjigje të organizmit ndaj sëmundjes. Dhe paka shumë duhet mbajtur në kontroll disa ditë dhe ajo do bjerë vetë. Mes pacientëve që janë paraqitur nuk kanë munguar edhe turistët, fluksi i të cilëve është shtuar ndjeshëm në qytet. Gjesa i periudhë kemi pasur dhe turistë, të cilët kanë ardhur me gastroenterite, me helmime ushqimore, me barë të vjella në urgjencë, të shteteve nga më të ndryshme, të cilët kanë mjekim nevojshëm, edhe janë shoqëruar pasaj me një recetë. Kemi pasur dhe hospitalizime, një pjesë që dhe janë shtuar, domethënë kjo bie në sy pasi për ne më parë domethënë nuk ishim një fluks të rregullt, por çdo ditë në urgjencë paraqiten edhe turistë, të cilët marrin shërbimet nga personeli shëndetësor i qytetit tonë. Ndër këshillat që vijnë nga bluzat e bardha për të shmangur këto gjendje janë konsumimi i ujit, kujdes me ushqyerjen, shmangjen e daljeve në temperatura të larta e të tjerë. Temperaturat e larta të verës paraqesin rrezik të shtuar për shëndetin, veçanërisht për të moshuarit, fëmijët, gratë shtatzana dhe personat me sëmundje kronike. Ministria e Shëndetësisë ndau sot mesazhin e mjekes së Institutit të Shëndetit Publik, Rudina Çumashi, e cila apelon për kujdes të shtuar gjatë ditëve me temperatura të larta, duke rekomanduar hidratim të vazhdueshëm, shmangje të ekspozimit në diell gjatë orëve të pikut dhe qëndrim në ambiente të freskëta. Ndjeki mesazhin. Gjatë stinës së verës,
temperaturat e larta apo valët e nxehtit, përveç se janë një shqetësim për ne, ndikojnë në shëndetin tonë duke shkaktuar një sër probleme shëndetësore. Të gjithë jemi të rrezikuar nga temperaturat e larta, por disa grupe në popullat janë më të ndjeshëm dhe më vulnerabël nga ekspozimi ndaj këtyre temperaturave. Me risk mund të përmendim fëmijët e vegjël, të moshuarit, të sëmurët kronik, individët të cilët jetojnë vetëm, gratë shtazane apo persona të cilët punojnë në ambiente të hapura. Duke qenë se vendi ynë vazhdon të mbetet në temperatura të nxehta, risjellim në vëmendjen e të gjithë popullatës, po sidomos të grupeve në rrezik, kujdesin që duhet tregojnë për të shmangur pasojat shëndetësore që vijnë nga të nxehtit. Disa nga rekomandimet apo këshillat që ne japim është kufizimi apo shmangja e daljes në oraret e pikut, nga ora 11 deri në orën 6. Qëndrimi në ambiente të freskëta, mbajtja e trupit të freskët. Nëse duhet të dalim, të vishim me rroba sa më të lehta, me ngjyra të qelta, të mbajmë syze, të mbajmë kapele, çadër dhe gjithmonë të kemi një shishe uji me vete. Konsumi i ujit është i rëndësishëm për të shmangur dehidrimin. Gjithashtu duhet të shmangim konsumin e kafes, të pijeve alkolike dhe të pijeve të gazuara. Në lidhje me ushqyerjen e shëndetshme, rekomandohen vakte të lehta, ushqime të pasura me zarzavate, si dhe konsumi i frutave. Një kujdes të veçantë duhet kemi dhe për fëmijët e vegjël. Fëmijët të cilët ushqen me qumëshgjiri deri në 6 muaj nuk kanë nevojë për të pirë ujë, pasi qumshi i gjirit i plotëson nevojat e tyre. Kujdesi i veçantë duhet kemi dhe për përgatitjen dhe ruajtjen e ushqimeve, pasi temperaturat e larta favorizojnë prishjen e tyre dhe rritin rrezikun për diare, për të vjella dhe për elmim nga ushqimi. Gjithashtu, të sëmurët kronik që vuan nga problemet kardiovaskulare, të diabetit, sëmundje pulmonare obstruktive kronike apo kanë probleme të shëndetit mendor, duhet të konsultohen me mjekun e familjes apo me mjekun specialist për të përballuar sa më mirë temperaturat e nxehta. Ata duhet të kenë kujdes në marrjen e medikamenteve dhe në rast të një komplikacioni apo rëndimi të gjendjes së tyre shëndetësore, të kontaktojnë në urgjencën kombëtare në numrin 127. Pra me pak kujdes dhe me disa masa mbrojtëse, ne mund të ruajmë dhe të mbrojmë shëndetin tonë në muajt e verës. Bashkia Gjirokastër vijon investimet në përmirësimin e infrastrukturës rurale duke ndërhyrë në sistemimin e rrugëve të brendshme në njësitë administrative të territorit të saj. Së fundmi, strukturat e bashkisë kanë përfunduar rehabilitimin e një segmenti rrugor në njësinë administrative Odrije që lidh fshatrat Labove Madhe dhe Labove Vogël. Ndërhyrja synon përmirësimin e kushteve të qarkullimit për banorët e zonës, duke lehtësuar lëvizjen e përditshme të mjeteve dhe aksesin drejt të qendrave të banuara. Përmirësimi i kësaj infrastrukture rrugore konsiderohet i rëndësishëm jo vetëm për komunitetin lokal, por edhe për zhvillimin ekonomik dhe social të fshatrave. Sipas përfaqësuesve vendor, puna për mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e rrjetit rrugor rural do të vijojë edhe në zona të tjera, me synimin për të garantuar lidhje më të mira dhe shërbime më cilësore për banorët e të gjitha njësive administrative të bashkisë. Siriani Muhamet Dahush, një prej emigrantëve që ka arritur të integrohet në shoqërinë shqiptare, të cilën e konsideron mikpritëse. Prej 16 vitesh jeton në Shqipëri dhe sot ka krijuar familjen e tij dhe një biznes të suksesshëm. Historia e tij u bë pjesë e aktivitetit sensibilizues të organizuar në Gjirokastër në kuadër të ditës botërore të refugjatëve me moton derisa të gjithë të jenë të sigurt. Prej 16 vitesh jeton në Shqipëri, fillimisht u përball me vështirësi, por sot ka krijuar familjen e tij, ka hapur një biznes dhe e konsideron veten plotësisht integruar në shoqërinë shqiptare. Muhamet Dahu, me origjinë nga Siria, është një prej rreth 600 emigrantëve të huaj që aktualisht jetojnë dhe punojnë në qarkun e Gjirokastrës. Por Muhametin, Shqipëria mbetet një vend mikpritës ku ka gjetur mundësinë për të ndërtuar një jetë të re. Kam 16 vjet këtu në Shqipëri, e kishte vështirë pak në fillim. Pastaj avash jam familjar dhe kam 3 fëmijë dhe punojmë, kam edhe biznes, kam hapur një biznes, shumë mirë, shumë bukur është Shqipëria, dhe njerëz janë shumë të mirë.
Historia e tij u soll si një shembull integrimi gjatë aktivitetit sensibilizues të zhvilluar në Gjirokastër në kuadër të ditës botërore të refugjatëve, nën moton derisa të gjithë të jenë të sigurt. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të UNHCR-s, institucioneve lokale dhe organizatave të shoqërisë civile, të cilët përsollën mesazhe në mbështetje të refugjatëve dhe emigrantëve, duke theksuar rëndësinë e respektimit të drejtave të tyre dhe krijimit të mundësive për integrim në shoqëri. Viti 2026 shënon 75 vjet e miratimit të konventës për statusin e refugjatëve, dokumenti themelor që garanton mbrojtjen ndërkombëtare të refugjatëve dhe vijon të mbetet një instrument i rëndësishëm për përballimin e sfidave të migracionit në ditët e sotme. Një aksident rrugor është regjistruar pas ditën e së martës pranë kthesës së Parkut të Virojit në një segment rrugor që prej vitesh konsiderohet problematik për shkak të numrit të lartë të ngjarjeve rrugore, përfshirë edhe aksidente me pasoja fatale. Në aksident u përfshin 2 automjete, një minibus me turistë të huaj që po udhëtonin nga syri i Kaltër në Saran drejt Përmetit, si dhe një automjet tip Audi. Për fat të mirë, asnjë nga 13 turistët që ndodheshin në minibus nuk pësoi lëndime. Ndihmë mjekësore morën drejtuesit e mjeteve të përfshira në aksident, të cilët u transportuan në Spitalin Rajonal të Gjirokastrës për kontrolle dhe trajtim paraprak. Burime spitalore bëjnë me dije se ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën dhe nuk kanë pësuar dëmtime serioze. Në vend ngjarje mbërritën menjëherë efektivët e policisë rrugore, të cilët kryen veprimet procedurale dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit. Deri në këto momente, autoritetet nuk kanë dalë ende në një konkluzion zyrtar mbi rrethanat e ngjarjes. Fatmirësisht aksidenti u shoqërua vetëm me dëme materiale, ndërsa ngjarja rikthen edhe një herë vëmendjen tek siguria rrugore në segmentin pranë Parkut të Virojit, ku nuk kanë munguar rastet e aksidenteve të rënda ndër vite. 30 studentë Universitetit Amsterdamit kanë studiuar historinë, kulturën dhe trashëgiminë e Shqipërisë për disa ditë. Një pjesë të asaj që kishin lexuar dhe diskutuar në auditor e pan nga afër në Gjirokastër. Studentët, të cilët ndjekin studimet në histori, arkeologji dhe studime europiane, ishin në qytet në kuadër të një vizite studimore të shoqëruar edhe nga pedagogët e tyre. Janë studentë të Universitetit të Amsterdamit në Holland që kanë ndërmarrë një vizitë studimore në Shqipëri të shoqëruar dhe nga pedagogët e tyre. Pasi kanë studiuar historinë, kulturën dhe trashëgiminë e vendit tonë për një javë, janë këtu për të prekur nga afër ato që kanë lexuar dhe diskutuar në auditor. We're a group of history students from the university. Jemi këtu jo për të njohur Shqipërinë nga librat apo gazetat, por nga afër. Po udhëtojmë për 2 javë. Në Gjirokastër u ndalëm për 2 ditë. Ishim në Tiranë, do shkojmë në Korçë e më pas do udhëtojmë drejt Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Experience the country. I don't know, a lot of different. Është shumë bukur, më pëlqen këtu. Ne erdhëm me autobus dhe pam kalan aty lart, që nuk e kemi një të tillë në Holland. Njerëzit janë të shkëlqyer, është një mrekulli. Ishim në Tiranë, është një qytet i madh, por Gjirokastra është më e preferuar për mua. Really important to have these different perspectives. Well, I think people are very. Mendoj se njerëzit janë shumë miqësor, mikpritës. Është një vizitë për të mësuar më shumë për historinë, kulturën, politikën këtu në Shqipëri. Visiting this university. Në agjendën e vizitës së tyre në Gjirokastër ishte edhe Universiteti Ekrem Çabe, ku pritën nga zëvendës rektoria dhe zyra e marrëdhënieve me jashtë dhe kërkimin shkencor, ku njohën me universitetin, programet e studimit dhe aktivitetet studentore. Biseda u ndal te jeta universitare në Universitetin e Gjirokastrës, mbështetja që u ofroi studentëve, fushat që zgjedhin të rinj për të studiuar, si dhe interesi për historinë, arkeologjinë dhe mësuesinë. Në njësinë administrative, Markat, Bashkia Konispol po vijojnë punimet për pastrimin e kanaleve Vadice, një proces i domosdoshëm për mbarvajtjen e sezonit bujqësor. Ndërhyrja po realizohet në funksion të përmirësimit të infrastrukturës ujitjes, duke siguruar qarkullimin normal të ujit drejt parcelave të kultivuara. Sipas specialistëve të sektorit të bujqësisë, pastrimi i kanaleve Vadice luan një rol kyç në garantimin e ujit të nevojshëm për kulturat bujqësore, veçanërisht gjatë periudhës së verës kur kërkesat për ujitje janë më të larta. Kjo ndërhyrje pritet të ndikojë pozitivisht në zhvillimin e kulturave, rritjen e prodhimit dhe uljen e problematikave që shkaktohen nga bllokimet apo amortizimi i kanaleve. Fermerët e zonës e vlerësojnë këtë investim si një mbështetje konkrete për aktivitetin e tyre, ndërsa puna për mirëmbajtjen e rrjetit Vaditës mbetet një nga elementet më të rëndësishëm për një bujqësi produktive dhe të qëndrueshme.
Në Lunxhëri ka nisur sezoni i korjeve të drithrave dhe jonxhës, ku fermerët janë të angazhuar intensivisht në punimet në ara. Sipas fermerëve, prodhimi i këtij viti paraqitet i mirë si në sasi, ashtu edhe në cilësi, fal punës së bërë gjatë gjithë sezonit bujqësor dhe kushteve të favorshme natyrore. Fermerët e zonës së Lunxhërisë po kalojnë një periudhë intensive pune në bujqësi. Në këto ditvere ka nisur korja e kulturave kryesore bujqësore, si tërshëra, gruri dhe elbi, ndërsa paralelisht po zhvillohet edhe korja e jonxhës. Punimet në ara janë në kulmin e tyre dhe fermerët po përpiqen të përfitojnë maksimalisht nga kushtet e favorshme të sezonit. Kemi 2-3 ditë, kemi filluar me korje, me shirjen e tërshërave, grurit, elbit, drithrat e thata me paklafe. Edhe njëkohësisht merremi edhe me korjen e jonxhave, kosa e dytë, kosa e tretë, edhe kemi filluar edhe para një jave me vaditjen e misrit. Koha der dje qëra kishte rreshje shiu që shumë tatësire madhe, kishim shumë të nevojshme. Na bëri domethënë na ndihmoi shumë. Sipas fermerëve, prodhimi i këtij viti ka qenë i mbar, fal kushteve të favorshme dhe punës së bërë gjatë sezonit. Ata shprehen se çmimet janë më të mira se vitin e kaluar dhe se tregu për shitjen e prodhimit është i siguruar, duke garantuar të ardhura më të mira. Prodhimi deri diku në rregull. Jo i keq. Po këtu në zonën tonë nuk mbillen më, edhe këto që korren sot janë tërshëra edhe i mbjellin blektorët për kullot dimrit dhe i ruajnë tani në muajin prill për të fituar farën për vjeshtën që vjen. Pjesa e tregtisë deri diku është e siguruar. Për momentin këto drithra që shiren janë për përdorim vetjak. Shumë pak grur ka pas zona tonë dhe ajo gjithashtu për përdorim vetjak. Unë që mbjell për tregti deri diku e kam të siguruar. Për punën e çmimit nga viti që kaloi është goxha më mirë. Me ç'di unë deri për momentin flitet i grurit 350 lekë. Nuk është asgjë e sigurt akoma, por në krahasim me vjet ka qenë 260-270 lekë. Teksa sezoni i korjeve vijon, fermerët e Lunxhërisë mbeten të përkushtuar në punën e tyre, me synimi për të përmbyllur me sukses një tjetër vit bujqësor. Ata shpresojnë që tradita e punës në tokë të vazhdojë të mbetet një nga shtyllat kryesore të zhvillimit ekonomik të zonës. Interesi i fermerëve të Tepelenës për skemat kombëtare mbështetëse vijon të jetë i lartë, me kërkesat më të shumta të përqendruara në sektorin e blegtorisë. Deri tani pranë zyrës së bujqësisë janë regjistruar mbi 50 aplikime, ndërsa procesi mbetet i hapur deri në datën 25 qershor. Specialistët ju bëjnë thirrje fermerëve që të përfitojnë nga kjo mundësi për të mbështetur zhvillimin e fermave dhe rritjen e prodhimit bujqësor e blegtoral. Në rrethin e Tepelenës është regjistruar një interes i lartë nga fermerët për aplikim në skemat kombëtare mbështetëse. Sipas të dhënave nga specialistët e bujqësisë, numri më i lartë i aplikimeve i përket sektorit të blegtorisë, ndërsa interes të konsiderueshëm ka patur edhe në skemat e bujqësisë, ku fermerët duhet të bashkohen për të plotësuar sipërfaqen minimale prej 3 hektarësh. Ka interes për subvencione në dyja bashkitë, si në Tepelenë dhe në Memaliaj. Më shumë interesi është për blegtorin, pasi është skema më e thjeshtë për të aplikuar dhe si vjetë udhëzimi e kishte ulur numrin e krerëve të blegtorisë, qoftë edhe të bletarisë, qoftë edhe të lope. Dhe ka patur interes dhe kanë aplikuar goxha fermerë. Kurse te bujqësia ja është pak më ndryshe, sepse nga viti kaluar ka ndryshuar skema. Fermerët duhet të bashkohen për të plotësuar 3 hektar dhe kjo i ka vënë pak në vështirësi. Megjithatë, edhe në këtë skemë ka patur aplikime dhe presim që edhe derisa të mbarojë deri në datën 26 të ketë të tjera aplikime. Pranë zyrave të bujqësisë në Tepelenë deri më tani janë kryer mbi 50 aplikime, ndërsa procesi vijon dhe pritet që numri i përfituesve të rritet. Me parasysh të zyra jonë, sepse aplikimi bëhet tek online çdo pikë, tek zyra jonë e bujqësisë, sepse një pjesë e mirë e blegtorisë aplikojnë edhe te zyra veterinarisë, sepse kanë edhe sistemin e rrudës dhe janë më të kompletuar. Jemi tek mbi 50 fermerë. Specialistët e sektorit ju bëjnë thirrje fermerëve që ende nuk kanë aplikuar të shfrytëzojnë mundësitë që ofrohen për të përfituar nga fondet mbështetëse dhe për të rritur kapacitetet prodhuese në bujqësi dhe blegtori, pasi aplikimet do të mbyllen më 25 qershor 2026.
Përdorimi i pesticideve në bujqësi është i domosdoshëm për mbrojtjen e kulturave nga sëmundjet dhe dëmtuesit, por kërkon kujdes të madh nga fermerët. Specialistët theksojnë se respektimi dozave dhe udhëzimeve të përdorimit është vendimtar për të garantuar prodhimin cilësor dhe për mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve dhe ruajtjen e mjedisit bujqësor. Për të mbrojtur kulturat bujqësore dhe për të garantuar një prodhim të sigurt, fermerët duhet të tregojnë kujdes të shtuar gjatë përdorimit të spërkatjes së bimëve. Përdorimi i pesticideve mbetet një nga hallkat më të rëndësishme të këtij procesi, por edhe një nga më të ndjeshmet për shëndetin dhe mjedisin. Specialisti i bujqësisë Balil Bineri thekson se fermerët duhet të zbatojnë me përpikmëri rregullat e përdorimit të pesticideve, të cilat përcaktohen nga Ministria e Bujqësisë. Kemi ndërmarrë disa masa sensibilizuese. Kemi organizuar takime me fermer, por edhe në takime të veçanta me fermerët jemi munduar pra për t'u shpjeguar atyre që t'i respektojnë këto masa, pasi këto mos respektimi tyre është me pasoja për vetë fermerin dhe për konsumatorin më tej, pra për gjithë zinxhirin. Bineri thekson se jo të gjitha preparatet mund të përdoren lirshëm, pasi një pjesë e tyre janë të ndaluara ose të kufizuara për shkak të ndikimeve negative që mund të kenë në kulturat bujqësore, në shëndetin e njerëzit dhe në mjedis. Kjo është një listë që nuk është statike, është ndryshon. Her pas here, pasi një numër pesticidesh dalin nga kjo listë dhe pesticidet të tjera hyjnë. Problemet janë disa. Së pari largohen ato pesticidet të cilat gjatë përdorimit të tyre kanë rezultuar me pasoja, qoftë edhe minimale për shëndetin e njeriut ose të kafshëve. Janë larguar disa pesticide për të cilat dëmtuesit kanë fituar rezistent, edhe ato nuk vlejnë më përdorimi tyre, thjesht ngarkon nga ana kimike bimët dhe ndërkohë nuk i lufton dot më ato dëmtues ose krijon pastaj nga përdorimi i vazhdueshëm i tyre lindin forma të reja të përshtatshme të dëmtuesve dhe kështu që kjo vështirëson së tepër mbrojtjen e kulturave të mbjella. Po janë këto pesticidet kloroorganiket, për shembull, ato nuk duhet të përdoren më, po përmend për shembull, po them rogori ose janë disa metanate, gjëra, domethënë pesticide të këtij grupimi. Ndërkaq, kujdesi në çdo fazë të spërkatjes jo vetëm që mbron kulturat bujqësore, por garanton edhe sigurinë e konsumatorëve dhe ruajtjen e mjedisit. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.